Ramadanit apo si që njohim me nofkën Katana. 11 prilli 1999 shënon rënjën e herojit të Kosovës, Agim Ramadani. Ndërka që sot në studio kam derin të flas me dikë që nuk e ka jetuar luftën si tregim, por si realitet. Sot në studio do t'jemi së bashku me Gjafer Gashin, i cili ishte zëvendës komandant në betejën e Kosharës, si dhe ndoshta për të gjithë është vetëm Agim Ramadani është vetëm një figurë, ndërka që për zotin Gashi që kemi këtu në studio, ai ka qenë edhe një mik i ngushtë. Zoti Gashi, faleminderit shumë që je bashkë me ne sot. Faleminderit edhe juve për ftesën. E di që sot është një ditë shumë e rëndë në kalendarin e jetës tuaj, ashtu siç e keni thënë shumë shpesh. 11 prilli pra shënon rënjën e shokut tuaj të ngushtë, Agim Ramadanit, Katanës. Zoti Gashi, unë jam një fëmijë i luftës dhe jam rritur me rrëfime nga familjarë të mi kur flasim për luftën. Është një emocion i veçantë të kem ty në studio këtu të flasim kështu dhe të kujtojmë figura të rëndësishme të kohës. Unë dua që më riktheni pas në kohë, ta riktheni vetëm pas në kohë dhe mua të më tregoni se si ishte ajo periudhë, kush ishte Agim Ramadani. Fillimisht po du me u inkuadru të kjo që thatë, keni qenë të vegjël gjatë periudhës luftës dhe ne dikur kemi qenë të vegjël kur ka pas zhvillimet të tjera, sepse përpjekjet për çlirimin e vendit kanë qenë shumë të hershme. Unë kam pas fatin personalisht me njoft Agim Ramadanin edhe në Zvicër, kem bashkëvepru edhe atje me aktivitetet të ndryshme, e me pastaj me rënjën heroike të familjes së Adem Jasharit në Prekaz, ne jemi ardhur në Shqipëri fillimisht për të përgatitur njësitë apo vullnetarët të cilët vinë nga diaspora për luftën. Pastaj kem bashkëpunuar deri tek qendra stërvitore në Popaj dhe nga aty kem filluar gjatë gjithë kohës përgatitemi për betejën e Kosharës. Kom pas fat që në mesin e shumë veprimtarëve të bashkëveprojmë dhe të njoh ndoshta për herë të parë në këto zona, njerëz të cilët kanë ardhur prej vullnetit të mirë, nga diaspora që kanë lënë familjet e tyre me vetëm qëllim për lirinë. Është shumë e vërtetë që është një ditë e veçantë për gjithë ata që kanë qenë pjesë atje, për familjarët e tyre, sepse para 26 vite ra heroikisht në altarin e lirisë Agim Ramadani për mos vdekur kur realisht ata fituan përjetësinë e tyre dhe do të kujtohen përjetësisht në histori. Çfarë bënte të veçantë si komandant? Po, Agimi ka qenë një njeri shumë i afërm, mund të them, me të gjithë. Ka qenë një njeri i unitetit, përveç pjesën profesionale ushtarake që ka pas, ka qenë edhe poet dhe piktor, dhe njeri ka qenë edhe antar i Akademisë Evropiane, i pikturës edhe Pazën edhe vendin e parë në pikturë, dhe Agimi ka qenë një figurë unifikuese gjatë gjithë periudhës, ka qenë në kuptimin e detajistit që edhe në përgatitjen operative të projekt për shembull për thyrjen e kufirit e ka zbërthy në detale komplet si shefi shtabit, që mos mbetet asnjë mangësi rreth planifikimit, por edhe më herët në aksionet Feniksi ne gjithashtu ka ofruar një gatishmëri tek secili ushtar edhe në pozicionet kur janë vendos për aksionin secili të shku edhe ndoshta e ka dhënë këshill që të jetë më i fortifikuar apo më i padukshëm për armikun, dhe si njeri ka qenë
unë mendoj ndoshta që njerëz e tillë janë jashtëzakonisht të veçantë edhe mund t'i quajmë edhe njerëz hinor. Jetojnë edhe përdej vdekjes. Po. Ju e përmendet që zoti Ramadani ka qenë poet, si e ndjet atë anën e tij në realitetin e dhënshëm të luftës? Anën e tij artistike. Agimi ka qenë edhe poet edhe piktor, po është shumë e vërtet që gjithherë edhe në pikturat e tij ai e ka përshkruar atë që e ka menduar që në ditë do të jetë pjesë e një betejë për lirinë e vendit. Është shumë interesante, e ka një pikturë që ka pikturu, nëse s'gaboj, në vitin 90 apo 92. Ngjarja zhvillohet në 98-ën në betejën e Kosharës dhe është shumë interesant që komplet intuita e tij e ka përshkruar zhvillimin e ngjarjeve në atë betejë, duke mos e njohur fare si terren atë zonë. Si e kujtoni rënjën e Katanës? Po, që nga e moment kur unë jam taku për herë të parë në vitin 96, e kem pas pothuajse hallet e njëjta. Në atë kohë njerëz të cilët ishin të përndjekur dhe kishin lëviz jo me dëshirën e tyre në për shumë vende perëndimore, në forma të ndryshme fillonin që të përgatiten përveç mbështetjes që i bënin në atë periudhë për familjet, për mes shokët, aktivitetet që zhvillohen në Kosovë, ne përgatitshmi edhe për një ditë ku do të vije momenti që të ballafaqohemi edhe në betejë në fronte me ushtrim pushtuese të asaj kohë, ushtrin serbe. Agimi ka qenë një figurë shumë e kompletuar në këtë drejtim. Ka qenë një njeri i cili ka ofruar dashuri edhe tek fëmijët, edhe tek intelektualët, po edhe tek të moshuarit, sepse ka qenë vetë natyrë e tillë. Dhe thash edhe më herët, ka qenë fat i madh që ka qenë njëri unifikues dhe gjithherë i ka pri kësaj çështje me të vetmin qëllim që e ka konsideruar se të bashkuar do të jenë gjithherë më të fortë dhe kur pushkët bashkohen edhe krismën do ta kenë më të mirë. E rikthehemi pas kështu në kohë, 11 prill, ora tash është shembull 18:24. Çka ju kujtohet në këto momente? Ne informacionin për rënjën heroike të agimit e kuptuam pasi filloi që të errësohet, dhe ka qenë ndoshta një moment më i vështirë në herë në jetën time, sepse për gjithë të neve ka qenë e pabesueshme që një njeri si ishte agimi mund të bie dëshmor në altarin e lirisë, dhe ka qenë shumë e papranueshme për të gjithë bashkëluftëtarët e prorët që aja mund të jetë e vërtet, edhe në farë forme fillimisht nuk e ndoshta ta pranojmë si realitet, po me pastaj është tërheq trupi i tij, është pa që agimi nuk ishte më fizikisht në mesin tonë dhe fillimisht ka qenë ndjenjë e keqe edhe tek frika se po e murën lajmin ushtarët edhe e prorët që agimi ma nuk është mesin tonë, mund të ketë ndoshta edhe zhgënjime apo si di edhe ftofje mund të themi, po kjo ndodhi faktikisht ndryshe, se
pas që kuptuan të tjerë që agimi ka ra në altarin e lirisë, ata e dhanë besën se aty ku është derë gjaku i agimit, shkel ka masër. E kuptoj që është një ditë shumë emocionuese për ju, zoti Gashi. Nuk është vetëm për ju, në fakt është për gjithë ne kur flasim për figura të rëndësishme. Dhe sidomos për juve që jeni bashkëluftëtar i tij. Po, jeta kishte kështu. Jeta kishte kështu. Më pastaj ne vazhduam betejën. E të njëjtën gjë patë fotëm edhe me shumë bashkëluftëtare për të tjerë njerëz që me të vërtet kanë kontribu ndër breza për çlirimin e vendit. Njëjtin fat e patëm edhe me Saliçekun, e pastaj edhe me 112 dëshmorë të tjerë që raun heri kështë në altarin e lirisë në Koshare. E falë gjakut të tyre në sot për egzojmë lirinë. Andaj kam titulluar edhe emisioni sot një jetë që s'ka fund, sepse ata luftuan që ne sot t'jemi të lirë, edhe që gjenerata ime të jetë interesuar, të di historinë, edhe të dim, t'i njohim ato figura që kanë luftuar për ne që ne t'jemi të lirë dhe sot nuk e di a e shohim ndoshta lirinë në maksimum, mirë po ata e kanë bërë këtë për ne dhe andaj për neve është një jetë që s'ka fund. Ata duhet të përmenden dhe të t'i kujtojmë gjithmonë. Ndërka zoti Gashi, derisa ju shoh juve shumë të emocionuar kur flisni, a e kujtoni atë ditë si flasim 26 vjet pas? A ju duket juve një kohë që ka kaluar apo ju duket sikur të kishte ndodhur tje? Në fakt, përjetimet që kanë qenë atje, tek secili që ka qenë pjesë në këtë rast, me që jem të fokusum tek betejë e Kosharës, do të metën përjetësisht në mendjen e tyre, sepse me të vërtet ka qenë një betejë mirë organizume, ka pas njerëz që mund të them pjesa më e madhe kryesisht kanë ardhur nga diaspora. Bile komandanti i brigadës Rustem Berisha shpesh herë përmend thotë edhe po të kisha mundësi me i përzgjedh këta kolegë e prur ushtarak apo edhe secilin ushtar e ushtare, ndoshta në vlerësim do të kisha gabu. Thjesht kanë qenë njerëz që gjithçka kanë lënë me vetëm qëllim për lirinë. Betejë e Kosharës është nisë me një numër të vogël të njerëzve, dikon rreth 300, duke përfshi edhe njësitë të mbështetëse në këtë rast, logjistikën, mjekët, artilleria, por me kalimin e kohës, dita ditës shtoheshin radhët tona, edhe përmbyllja e betejës afërsisht kanë qenë rreth 3000 njerëz, të cilët kanë dhënë kontribut në betejën e Kosharës. A Agim Ramadani ndonjë amanet për ju, për bashkëluftëtarët tjerë, për Kosovën, edhe si shihni, kur e shihni Kosovën sot, e ndjeni ashtu si një amanet të përmbushur? Tani amaneti i agimit ka lënë shumë thënie, po e përmeni një pohim në një periudhë tjetër, pas shumë përgatitje u stërvitje që bën në njësitë tona dhe pas fillimit të operacionit të thyrjes së kufirit, pa të thënë, ne po e fillojmë në etapë tjetër një betejë dhe ne do të bëjmë punën tonë kurse Fisheku e vën punën e vet. Dhe po të mbetet edhe vetëm një ushtar. Ka obligim në vend banimin e parë të krijojë ushtrinë. Shumë emocionuese, zoti Gashi. Faleminderit që po ndani me ne këtë rrëfim
Më vjen keq, po emocionet pak keq. të mundin. Mua më vjen mirë në fakt që kujtojmë atë periudhë. Na bën që ndoshta atë të sotmen t'ja dim vlerën më shumë kësaj lirie që kemi. Për hatër të atyre që kanë luftuar për ne. Po, unë mendoj që tek gjeneratat e reja duhet patjetër që t'jenë më të kujdesshëm, sepse e kaluara nuk do të harruar. Edhe mbi bazën e të kaluarës do të vazhdojmë të ndërtojmë të ardhmen. Është bërë shumë në këtë vend, po unë mendoj që ka nevojë edhe shumë për të bërë, andaj që është shumë e domosdoshme edhe e nevojshme që populli shqiptar duhet jetë i unifikuar, i bashkuar, më shumë se kurrë për të finalizuar projektin madhor që është në Kosovë. Nëse Agim Ramadani do t'ishte gjallë sot, sepse ju e keni njohur shumë mirë, do ta shihte këtë realitetin e Kosovës së pavarur. Çfarë do të mendonte, çfarë do të thonte? Është një kurreshtje e madhe, gjithmonë ekziston një kurreshtje e madhe për figura të cilat ne nuk kemi arritur t'i njohim, ju i keni njohur. Ne duam ta dim ashtu se çfarë do të mendonte, shembull Agim Ramadani për Kosovën e pavarur sot. Si do ta shihte këtë realitet? Unë besoj që edhe Agimi, Salih Qeku e Xhemal Fetaja shumë të tjerë, që tani nuk janë mesin tonë, ata dhanë maksimumin për vendin, dhanë gjakun që na ta shijojmë lirin. Edhe besoj që po t'ishin ata do të vazhdonin me kontributin e njëjtë për shëndërtim, edhe nuk do ndalshin asnjëherë në krijimin e gjitha mundësive më të mira që do të ishin për popullin tonë. Kur kthehemi pas, zoti Gashi, mos flasim veç kështu, më intereson ajo koha, 26 vite kanë kaluar, si e sheh edhe ti vetë Kosovën, realitetin e Kosovës së pavarur? Po, është problem e mujt me përkufizu. Normal që atëherë është luftu me flamurin Kuqizi, dhe synimi yni ka qenë edhe thyrja e kufirit e ka simbolikën e bashkimit kombëtar, dhe unë mendoj që gjithçka që është bërë në atë periudhë kohore ka qenë pikërisht kjo. Motoja e bashkimit, shtlirimit të Kosovës dhe bashkimit me trojë shqiptare. Po ja që në etapa, në kohë ndryshojnë zhvillimet gjeopolitike dhe mund të ketë edhe pengesa në këtë drejtim, po unë mendoj që populli i Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës duhet jenë me të unifikuar, me të bashkuar, ka forma të shumta që mund t'i ofroj edhe në kuptimin kulturor, edhe në kuptimin arsimor, po edhe në kuptimin e sigurisë, që nuk do të kishin qenë pengesë ndoshta pse jetojmë në dy shtete. Sa flisnit ju, shkonin disa pamje të thyrjes së kufirit shqiptare atëherë. Në kujtoni atë ditë? Ka qenë ditë shumë e rëndësishme për ne edhe për gjithë, sepse kishte ndodhur një përgatitje jashtëzakonisht e madhe me profesionalizimin e të gjithë atyre vullnetarëve të cilët kishin ardhur përgatitjen me stërvitje, përgatitjen e përdorimit të armëve individuale, kolektive, dhe ka qenë dikun rreth 40 ditë nga momenti kur është përcaktuar vendi i thyrjes së kufirit, i vëzhgimeve dhe i të gjitha njësive që kanë planifikuar mësimin e parë, pozicionet e më pastaj armë kolektive, si topat 75 mm, mina helset, bartja municioneve prej bazës stërvitore deri tek pikat e zjarrit nga ku do të fillonte, edhe
operacioni i thyrjes së kufirit. Pastaj secila njësi e cila ishte e përgatitje në mënyrë personale, që ne kem pas një fat të jashtëzakonshëm në Koshare, që kem pas shumë njerëz me akademi ushtarake, me pastaj kem pas një mbështetje edhe nga zonat e tropojës në atë kohë, përgatitjen edhe plotësimin me ushtarake edhe nga Shqipëria. Edhe kjo pastaj kur është fillu si betejë, në jo rastësisht edhe vetë serbët e thojnë se ka qenë një mësymje që ata kanë parashikuar që kanë qenë dikun rreth 5.000 njerëz, duke i përfshirë njësit me elitare të natës që janë të përfshira, që vërteta ka qenë operacioni mirë i koordinuar, njësit shumë funksionale, dhe përshtypjen e parë e kanë lanë të kuptohet që janë shumë e shumë njerëz në luftim se sa numerikisht që na ndoshta kemi qenë më pak se 150. Kur keni qenë luftë, ju keni qenë në gatishmëri për të vdekur. A mendonit se do të shpëtonit dhe do ta shijonit këtë lirinë që kemi thënë? Po në ato momente, gjendje lufte, nuk mendohet normal, se cili pretendon me shty procesës në luftë shkohet me fitu. Mirë po e potencova edhe me herët, ne kemi pas të qartë që ne do ta bëjmë punën tonë, e fisheki bën punën e vet. Mirë po jem dëshmitar të asaj se të gjithë ata që ranë në betejën e Kosharës, ata përzgjedhen ditën më të mirë që ta fitojmë pavdekësinë. Në kuptimin e mendimit me mendu që sot të jem gjallë, kjo s'ka ndodhur në betejë. Si ka shkuar fare në mend? Nuk është mendu në atë drejtim. Pra keni qenë në gjendje të vdesni? Po, realisht në luftë ku shkon e mirëpret edhe atë citat. Ne kem raste dhe dëshmor të mëdhej kur e thot se vdekja për atë është gjëja më e shenjtë dhe më e mirë. Edhe ndoshta është momenti më i mirë. Teksa po e bëjmë këtë bisedë, më kështu po mundohem të realizoj një bisedë siç e bëja edhe me familjarët e mi kur interesosha për atë periudhë dhe më intereson kështu dua t'ju rikthej në kohë vazhdimisht edhe vetë ta imagjinoj pak se si duke një ditë, se si ishte një përgatitje për të luftuar, për të dalë përballë agresorit serb. Po, fillimisht fillimi i përgatitjeve kanë qenë të vendosura 2 brigada, brigada 131, 134 dhe batalioni diverzant të vëzhgues. Edhe më pastaj është kriju grupi operativ 3, që komandanti i grupit operativ 3 ka qenë Rustem Berisha, është dhënë urdhri që disa nga grupi operativ 3 të zhvendosen afër kufirit me qëllim të përgatitjes së thyrjes së kufirit dhe kom pas fatin në bashkë me Anton Qunin, Salit Qekun edhe Agim Ramadanin, pastaj policinë ushtarake, njësinë e Kobra, njësinë e Delta, njësi diverzant të vëzhguese, që fillimisht të vendosmi atje, kemi fillu vëzhgimin e kufirit 24 orë me njësit tona që këna pas djemë të përgatitur mirë, djemë guximtar, edhe pastaj është ftu së cila njësi, për shembull njësia e Topav që ka qenë udhëhequr në atë periudhë nga Perez të Zhnjeva, ju kanë dhënë koordinatat e pikave të
stacionuara në atë kohë kazerma, pastaj Maja Glova, Rosa e Kosharës, Padeshi, edhe të gjitha këto pika me koordinata, pastaj ai ka përzgjedh vend pozicionet e tyre. Dhe pastaj bashkarisht me njësitë, gjatë natës edhe e përdornim në formë kondicioni dikon rreth 2 orë në heshtje të vartën të gjitha ato preda nga vetë ushtarët për përgatitjen e pozicioneve, edhe njëjtë kështu ka ndodhur edhe me njësitë tjera, për shembull me Emina Hellsat, që ka qenë Farush Thaçi, një epror, me pastaj edhe Ragip Sadiku, njëjtë ka qenë edhe me kundër ajrorët, që janë vendos komandantat e batalionëve, dhe mësymja ka qenë me të vërtetë në diçka e jashtëzakonshme edhe shumë e papritshme për armikun. Ndërkaq sot, çfarë mesazhi keni kështu për të rinjt? Për mua, shembull, një mesazh e dua direkt nga një luftëtar. Unë mendoj që vend më të mirë se Kosova nuk ka. Obligim kem të gjithë së bashku të punojmë për ndërtimin e një jete sa më të mirë. Duajeni Kosovën, duajeni veten, vlerësoni vlerat e të kaluarës, sepse ato ju ndihmojnë në rrugtimin jetësor, për ndërtimin e të ardhmes. Për fund, zoti Gashi, a i kujtojmë disa nga vargjet e Katanës, miku tuaj shumë të dashur dhe që e kujtoni, dhe e kujtoni me shumë madh, a në nderoni? Me ca vargje? Ka pas shumë agimi, për shembull një ndër to e thet më shtershin syt, nëse vdes nëse vdes lirin tënde pa e shiju, në kërkoj falje më paska, më shtershin syt nëse pushoj, lirin tënde me ndru, mallkut qoftë gjaku jët nëse më vrasim pa luftu. Zoti Gashi, të falenderoj shumë. Përveç që u emocionuat ju, u emocionua edhe unë dhe nuk e di, a mundem të realizonim bisedën tonë në mënyrën më të mirë, por ju falenderoj shumë për emocionin që na e sollët. Ishte kënaqësi, unë kërkoj falje për emocionet, të flasësh për njerëz që tani më nuk janë mesin tonë, që me gjakun e tyre ne po e shijojmë lirinë, më të vërtetë është e rëndë, shumë e rëndë është kur ti je një nga ata dëshmitarët e asaj ngjarje cila do qoftë, sepse secila vete e ka vlerën e vet, secili kontribut e ka vlerën e vet. Dhe jeni ju pikërisht ai që e rikujtoni gjithmonë këtë kujtim dhe e mbani një kujtim që nuk shuhet asnjëherë. Po, sepse kur ti je protagonist në një ngjarje me siguri që do të mbetet për herë në kujtesë. Ju falenderit shumë, zoti Gashi. Ishte kënaqësi, faleminderit.